Qarku i Shkodrës ka regjistruar një fluks të lartë lëvizjesh gjatë 6 muajve të parë të vitit, ku vetëm përmes pikave kufitare kanë hyrë dhe kanë dalë mbi 2.14 milion shtetas dhe rreth 950.000 automjete. Sipas të dhënave të policisë rrugore të Shkodrës, mesatarisht çdo ditë në pikat kufitare të qarkut janë regjistruar rreth 11.800 shtetas dhe mbi 5.250 mjete. Shkodra është një arterje ku ka lëvizje nga e gjithë Evropa, sidomos në pikat doganore. Hanihotit Mariqan, zonat të cilat kanë prezencë me turist janë Bregdeti Velipojës, Alpët Shqiptare, Thethi, Shiroka, Razma, Komani e tjerë, ku ka prezencë të shtuar të turistëve dhe shtetësve shqiptarë që vinë për pushime apo për vizitorë. Ne kemi marrë masat kuadrin e sigurimit të rrugëkalimeve me shërbimet e policisë rrugore me qëllim që çdo qytetar përdoruesi rrugës të jetë sa më komod, i sigurt dhe i qetë në momentin që përdor këta akse rrugore. Është hartuar plani masave dhe po menaxhohet nga shërbimet e policisë rrugore. Në Shqipëri kanë hyrë rreth 2.14 milion turistë dhe 950.000 automjete. Por cilat janë zonat më problematike sa i takon trafikut në Shkodër? Akset kryesore dhe me prezencë trafiku janë Hanhoti Shkodër-Lezhë, Dhana Sjelltas, Moriqani Shkodër-Lezhë. Akse me prezencë trafiku kemi rrugën e Thethit, kemi rrugën e Velipojës, kemi rrugën e Komanit, edhe disa zona tjera turistike të cilat po menaxhohen nga shërbimet e policisë. Pavarësisht rritjes së ndjeshme të lëvizjeve, statistikat tregojnë një ulje të konsiderueshme të aksidenteve rrugore. Shefi i policisë rrugore në Shkodër, Ermal Zenelaj, bëri me dije se gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 janë shënuar 34 aksidente, nga 55 të regjistruara në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Edhe pasojat të këtyre ngjarjeve kanë qenë më të ulta. Numri i viktimave ka zbritur nga 13 në 4, ndërsa të plagosurit rënë nga 8 në 6 persona. Persona që kanë ndruar jetë nga aksidentet rrugore 6 muajin e parë të vitit 2025 ka pas 13. Aktualisht jemi me 4 aksidente. Pra, do të thotë 9 aksidente më pak. Plagosja të rënda ka pas 8 raste 6 muajin e parë 2025, aktualisht kemi 6 raste, 2 më pak. Sipas shefit të policisë rrugore, kontrollet e shtuara, monitorimi me radar, dron dhe makina inteligjente, si dhe patrullimet në akset kryesore kanë qenë ndër faktorët që kanë ndikuar në rritjen e sigurisë rrugore, veçanërisht gjatë periudhës së verës, kur qarku përballet me një fluks të lartë turistësh dhe lëvizjesh. Policia rrugore bën apel për kujdes të shtuar në drejtimin e automjeteve për të gjithë qytetarët.